Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Sot, me ndihmën e Allahut, do të flasim për temën lakmia dhe ndikimet e saj te njeriu. Sigurisht që një nga sëmundjet e rrezikshme të zemrës, për të cilën Kurani dhe Ehli Bejti dhe profeti Muhammed na kanë paralajmëruar vazhdimisht për këtë sëmundje, është lakmia. Lakmia nuk është thjesht dëshirë për diçka, por është një etje e pashuar, që nuk njeh kufi, nuk njeh kënaqësi dhe nuk njeh drejtësi. Lakmia e bën njeriu në rob të dynjas dhe ja errëson shikimin ndaj të vërtetës. Lakmia e prish ekuilibrin e shpirtit, e errëson mendjen dhe e largon njeriu nga e drejta, e vërteta dhe nga kënaqësia me caktimin e Allahut të madhëruar. Lakmia është dëshira e tepruar dhe e pa kontrolluar për pasuri, për pushtet, për famë ose kënaqësi, pa marrë parasysh halalin apo haramin, të drejtën dhe pa drejtësinë. Lakmia e bën njeriu të mos jetë kurrë i kënaqur në këtë jetë. Edhe kur ka shumë, njeriu kërkon akoma më shumë. Edhe kur është i pasur, ai ndihet i varfër. I dashur i zemrave tona, vula e profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi ka thënë: nëse biri Ademi do të kishte një lugin me arë, do të dëshironte një të dytë dhe nuk e mbush barkun e tij veç se dheu. Në transmetime tjera thuhet se kur të kishte një mal, pra me arë do të kërkonte edhe një mal tjetër. Dhe e thot nuk e mbush barkun e tij, pra njeriu veç se dheu. Pra kur të shkojë në varr, atje ngopet. Gjithashtu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi i ka thënë Imam Aliut, paqja qoftë ta: o Ali, ta dish se frika, kopratësia dhe lakmia janë një natyrë e vetme që buron nga mendimi i keq. Kurani na flet pra për lakmin në ajete të ndryshme. Për atyre ajeteve është ajeti 19 në surën Ma'arij, në të cilën Allahu i madhruar thot: innal insana khuliqa halua. Njeriu është krijuar i etur dhe lakmitar. Ky ajet tregon se prirja për lakmi ekziston në natyrën njerëzore, por feja ka ardhur për ta edukuar, për ta frenuar dhe drejtuar këtë prirje, jo për ta lënë të lirë. Gjithashtu në ajetet 1 dhe 2 të surës Takathur, Allahu i madhruar thot: elhakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Gara për shtimin e pasurisë dhe të numrimit të parave, ju ka shpërqendruar derisa vizituat varret, pra derisa shkuat tek
banesa juaj e fundit. Ky ajet e përshkruan qartë lakmin si një garë shkatërruese që e mashtron njeriu deri në vdekje. Por sa lloje lakmish janë? Lloji i parë është lakmia për pasurinë dhe dynjan për të patur gjithë dynjan për vete. Ky lloj lakmis është më i përhapur dhe përfshin grumbullimin e pasurisë pa kufi. Është dashuria e tepruar për paran, frika nga dhënia dhe nga sadakaja, sepse lakmitari ka frikë të jap, se kujton se me dhënien, me sadakon do t'i mbarohet pasuria. Kjo lakmi e bën njeriu koprac, të padrejt dhe të gatshëm të shkel të drejtat e të tjerëve. Në ajetin 20 të surës Fajr, Allahu i madhruar na thot: "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Ju e doni pasurinë me një dashuri të tepruar, mjaft të madhe. Sa njerëz pra ka të tillë. Vërtetues të këtij ajeti, që e duan pasurinë më shumë se gjithçka. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: lakmia është varfëri e përhershme. Pra njeriu lakmitar, edhe nëse ka shumë, nuk ndihet kurrë i pasur. Për këtë pra, lakmia është pra varfëri e përhershme. Lloji i dytë i lakmisë është lakmia për pushtet dhe për pozitë. Ky lloj i lakmisë shfaqet kur njeriu kërkon autoritet për lavdi personale, dëshiron të sundoj e jo të shërbej, sakrifikon parimet për interes personal. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: kush e kërkon pushtetin për veten e tij, ai shkatërrohet. Gjithashtu, Imam Aliu ka thënë: dashuria për pushtetin është fillimi i çdo sprove. Pra lakmia për pushtet shpesh pra çon në padrejtësi, në shtypje dhe shkatërim të besimit dhe të moralit. Lakmia për pushtet e bën njeriu të harrojë se pushteti është amanet dhe jo privilegj. Dhe për këtë shohim pa mjaft probleme sot të përhapura në mbar botën për shkak të lakmisë për pushtet dhe të keq përdorimit të pozitës dhe të pushtetit, duke shkelur pra të drejtat e tjerëve, duke bërë padrejtësi të tjerëve për hir të lavdisë dhe pushtetit individual. Lloji i tretë i lakmisë është lakmia për famë dhe për lavdrim. Ky lloj është një lloj lakmie e fshehtë. Duke patur këtë lakmi në brendi të tij, njeriu dëshiron që njerëzit të flasin mirë për të, edhe pse nuk e meriton. Veprat e lavdrueshme i bën për sy e faqe dhe adhurimin e kryen për reputacion, jo për Allahun. Pra që fitojë reputacion tek njerëzit dhe nuk e bën për Allahun adhurim. Kjo lakmi e shkatron sinqeritetin dhe e zbraz adhurimin nga shpërblimi. Në ajetin 188 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot: "Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu." Ata duan, u pëlqen pra, të lavdrohen për atë që nuk e kanë bërë. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: çdo hipokrizi buron nga dashuria për famë. Ky lloj lakmisë është i rrezikshëm sepse fshihet pas veprave të mira. Pra veprat e mira të këtij lakmitari janë thjesht pra mbuloj për interes
interesin dhe famën e tij. Lloji 4 i lakmisë është lakmia ndaj epsheve dhe dëshirave. Kjo lakmi shfaqet kur njeriu ndjek epshin pa kufi, në ushqim, në kënaqësinë epshore dhe në shikimin e ndaluar. Kjo lakmi e ul njeriu në një nivel insektësh dhe ja dobëson vullnetin dhe moralin. Në ajetin 23 të surës Gjathije, Allahu i madhruar thot: "E faraejte men ittakhadha ilahahu hawa?" A e ke parë atë që ka marrë epshin e tij për Zot? Sa të shumë ka sot nga këta njerëz që adhurojnë epshin e tyre, adhurojnë egon e tyre, adhurojnë unin e tyre, dhe jo Allahun fuqiplot. Imam Aliu a.s. ka thënë: kush ja dorëzon veten epshit, e ka shkatruar veten. Sa madhështore për ka thënie. Pra kushdo që ja dorëzon veten e tij epshit, e ka shkatruar veten e tij. Lakmia ndaj epsheve e ul njeriu nga dinjiteti i tij njerëzor. Imam Aliu përsëri ka thënë: lakmia poshtron dhe e bën njeriu të mirë. Lakmia, të dashur vëllezër dhe motra, ka ndikimet e saj te njeriu. Dhe ato ndikime janë: ndikimi i parë i lakmisë tek njeriu është ndikimi shpirtëror. Lakmia e ngurtson zemrën, e largon njeriu nga Allahu dhe e shuan kënaqësinë shpirtërore. Njeriu lakmitar është gjithmonë i shqetësuar, i friksuar, i pakënaqur dhe me zemër të ndrysh kur. Në ajetin 14 të surës Fajr, Allahu i madhruar thot: "Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun." Jo, thot, por zemrat e tyre janë ndryshkur nga ajo që kanë vepruar nga veprat e këqija. Dhe njëra prej këtyre është edhe lakmia. Imam Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, ka thënë: lakmia e errëson zemrën dhe e shuan dritën e besimit. Sepse kur nuk mund ta ndriçoj zemrën lakmia për pasuri. Ana materiale nuk e ndriçon zemrën, por përkundërsi e errëson atë. Ndikimi i dytë i lakmisë tek njeriu është ndikimi moral. Sepse lakmia sjell gënjeshtrën, mashtrimin dhe tradhtimin, që të tre këto janë të dënueshme në fenë e pastër islame. Islami urdhon të jemi të vërtet, të jemi të sinqert dhe të jemi besnik. Njeriu lakmitar fillon të justifikojë çdo gabim për hir të interesit të tij, duke përdorur pra gënjeshtrën, duke përdorur mashtrimin, duke përdorur tradhtimin. Imam Aliu a.s. ka thënë: lakmia mbjell armiqësi dhe korr poshtrim. Ndikimi i tretë i lakmisë tek njeriu pra është kemi ndikimin, është ndikimi shoqëror i lakmisë pra tek njeriu. Një shoqëri e sunduar nga lakmia, ajo humb drejtësinë, humb solidaritetin, shton varfërinë dhe urrejtjen mes individëve të saj. Lakmia prish marrëdhëniet mes njerëzve dhe krijon ndarje, ndasi, krijon konflikte, mosmarrveshje mes tyre. Prandaj, të qëndrojmë sa më larg për lakmisë. Gjithashtu,
përveç ndikimit në këtë jetë, në dynja, lakmia ka ndikim edhe në ahiret, në jetën tjetër. Lakmia e tepruar e lidh zemrën me dynjan dhe e bën njeriu të harrojë llogarinë në jetën tjetër. Njeriu duhet të di se në jetën tjetër nuk do t'i bëj dobi as pasuria e as fëmia, siç thot Allahu i madhruar në ajetet 88-89 të surës Shuara. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Dita kur pasuria dhe fëmijët nuk do të bëjnë dobi, përveç atij që i vjen Allahut me zemër të pastër. Sado që të grumbullosh në këtë jetë nuk do të bëj dobi në jetën tjetër. Dobi do të bëj vetëm nëse atë që grumbullon e shpenzon aty ku ka urdhëruar Allahu fuqiplot. Imam Sadiku paqja qoftë ta ka thënë, më i rrezikshmi për robin është epshi që ndiqet dhe lakmia që sundon. Pra, kemi kujdes në këtë jetë, të mos jemi pra prej atyre që ndjekin epshet dhe i sundon lakmia, sepse nesër do të kemi llogari të rëndë para Allahut. Ashtu si çdo sëmundje tjetër shpirtërore, edhe lakmia ka shërimin e vet. Mjetet e shërimit nga lakmia janë: e para, kënaqësia me dhënien dhe caktimin e Allahut fuqiplot. E dyta, përkujtimi i vdekjes dhe jetës tjetër. E treta, sadakaja dhe dhënia për hir të Allahut. E katërta, fuqizimi i besimit dhe i vetëpërmbajtjes. E pesta, shoqërimi me njerëz të devotshëm. Këto janë 5 mjetet që na ndihmojnë për të shëruar sëmundjen e lakmisë. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, pasuria e vërtet nuk është bollëku i pasurisë, por kënaqësia e zemrës. Pra gjithmonë të jemi të kënaqur me atë që na ka dhënë Allahu, me atë që na ka caktuar Allahu. Në ajetin 9 të surës Hashr, Allahu i madhruar thot: "Wa ma yuqa shahha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Ai që ruhet nga lakmia e vetes së tij, ai është prej të shpëtuarve. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, kënaqësia është pasuri që nuk shtaron. El qana'a kanzun la yufnad. Por lakmia ka dhe një lloj tjetër të saj, që është e lavdrueshme. Dikush mund të pyeti, në çfarë gjë është e lavdrueshme lakmia? Dhe për këtë Imam Muhammed al-Baqir, paqja qoftë mbi të, ka thënë: nuk ka lakmi më të mirë te garimi për shkallat e larta, pra të xhennetit në jetën tjetër. Pra të kemi lakmin duke garuar, duke bërë vepra të mira me qëllim që nesër të jemi pra në shkallat më të larta të xhennetit, inshallah. Të dashur vëllezër dhe motra, lakmia është një sprovë e madhe dhe e vazhdueshme për njeriu. Kurani, profeti dhe ehli bejti nuk na thrasin të braktisim dynjan, por të mos bëhemi robër të saj, robër të dynjas. I lirë është ai që e sundon lakmin, ndërsa i robëruar është ai që sundohet për saj, për lakmisë. Lakmia është një sëmundje e zemrës që e robëron njeriu dhe ja shkatëron qetësinë. Islami nuk na fton në varfëri, por në ekuilibër, në kufizim të dëshirave dhe të lirisë parashpirtërore. I lumtur nuk është ai që ka më shumë pasuri, para, ndërtesa, toka e të tjerë, por i lumtur është ai që ka zemër të kënaqur dhe lidhje të fortë me Allahun fuqiplot. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: lakmitari është i privuar nga të mirat dhe për më tepër është i qortuar për çdo gjë që lakmon. E si të mos jetë i privuar
kur ai ka ikur nga lidhja me Allahun e lartësuar, pra është larg Allahu. Dhe për këtë është i privuar nga çdo e mirë. Imam Aliu paqja qoftë të na thot, refuzimi i lakmis ja pret rrugën etjes së madhe për pasuri dhe dëshirave të pangopura. Sa e mrekullueshme pra kjo thënie. Nëse duam të jemi të qetë, atëherë pra ta refuzojmë lakmin. Dhe të jemi pra me të vërtet njerëz të sinqert, të kënaqur me caktimin e Allahut fuqiplot. Në ajetin 84 të surës Maide thuhet: "Wa natma'u an yudkhilana rabbana ma'al qaumi as-salihin." Dhe lakmojmë që edhe ne Zoti ynë do të na bashkojë me njerëzit e mirë inshallah. Allahu na bëft për atyre që kanë zemra të shkëputura nga lakmia, kanë zemra të pastra, të kënaqura dhe të mbushura me dritën e besimit. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft ju dhe familjet tuaja, paqit një vit të begat, të lumtur, të mbushur me besim dhe me afrim të Allahu fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.